Unë jam koni burgosën, 97-ën, jam burgos me 29 janar. Grupet e para të ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe jam koni dënu me 10 vite burg. 4 vite, 3 muaj i kom majt. Po gjatë luftën nuk kom qenë këtu. Pse e koni burg? Për grupet e para tu që kesë, na kanë në zonë atëherë këta, edhe na kanë fut mrenan. Unë e kom përjetu edhe masakrën e Dubravës, ndashtë i keni ndëgju për ta, në burg Dubravës atje. E ti ke qenë në burgun e Dubravës? Po, kom qenë edhe i plagumëra në burgun e Dubravës, masakra kur ka ndodhë. E për ata për luftën unë nuk mëj me të folë shumë shka ka ndodhë, se nuk kom konë këtu. Po për luftën... Mirë, po që këtë fshatë të konë kreti Djegun, kreti Granatum, këtu e në konë 5 kulla. Të parat, objekte që forcat serbe i kanë shkatru, kullat i kanë shkatru. Me hub gjurmë e trashëgimisë edhe djetërësisë, lashësisë, popullit këtu. Po për burgun e Dubravës, çka më shumë na ka kallzu përjetimet edhe tragjedi që i ke pasur atje? Shiqo, unë kom dhënë intervista edhe ma përpara në për televizionet të tjera. Mirë, po burgu Dubravës ka qenë një masakër organizuar pikërisht prej shtetit. Sepse ne na kanë pru prej burgjeve të Serbisë, edhe na kanë grumbulluar në burgun e Dubravës. Fillimisht kanë granatu avionët e NATO-s, po mas nej, ata e kanë shfrytzu se e kanë ditë që do të granatohet prej NATO-s, edhe e kanë shfrytzu shkijet atë potez me kry masakrën vetë mas nej. Edhe ata kanë granatu edhe me avion Serbisë aty e Jugoslavisë. Mirë, po kryesisht masakra madhe ka ndodhë me 22 maj, kur i kanë grumbullu gjithë burgosnit edhe me gjitha llojet e armëve përpas prej tankësve këtyne armëve trona që s'kanë mujt me gjujt mrena. Edhe aty dikun 170 burgosur janë vra, nuk dihet hala numri sakt fiks kështu. Mirë, po përmi 300 janë kohë të plagum letë e ronë. Kush ju kanë vra dhe në cilin vani i plagos për atë? Ne na kanë vra forcat e Serbisë, ushtria serbe. Unë jam i plagum këtu në Kuk. 6 muaj kom qenë i pa lëvizshëm. Vetëm shok që na kanë bartë prej një vend ka na kanë qu. Unë gjithsej dikun i kom nuk e di sa transfere bashkë fiks. Fillimisht jam konë në burgun e Pejs, pastaj në Prishtinë, na kanë kthy prapë në Pej. Mas nej kur ka dhez lufta, që ka fillu lufta, na kanë tërhek në ngusht 98-ës, na kanë tërhek për Serbia që në Mitrovic-Sremit. Prej Mitrovic-Sremit na kanë pru Nish, prej Nishit na kanë pru në Dubravë, që të thash dikun fund të prillit. A kry masakra, na kanë tërhek në burg Lipjanit, unë kom qenë edhe në spital Prishtinës 8 ditë. Pastaj ka përfundu lufta, është nënshkru marrëveshja Kumanovës, dhe na kanë tërhek prapë për Serbi. Ne mu më kanë qu për Pozharevc atje, 4 muaj. Pas Pozharevcit prapë në Mitrovic-Sremit ku kom qenë të kalumen. Edhe prej Mitrovic-Sremit që në kallë burgjët, i kanë kallë burgosnit serbë. Burgjët na kanë transferu në burgun qendror të Beogradit, prej ku edhe me një amnestion që e ka marrë kuvendis e Jugoslavisa, Serbisë që shoqujt atëherë, na kanë liru me një amnestion. Kjo është në pikat shkurta, Çka më në mend të piqa asaj masakrës që hala e kujton nëse e ki ondër, e ki traumë që e sheh? A jeni konë ajo të pranishëm kërë jenë bosh të masakra? Po, unë kom qenë aty edhe jem plagu unë aty, edhe kom qenë prezent aty. Po, unë e majman aty ka ndodhë, unë e kom mendu që nuk ka pështu kur se aty kanë qenë rrëth 1000 burgosë. Edhe unë kom mendu që gjithë kanë metë aty. Se ata fillimisht, në mëngjes, datë 22 maj, na kanë bo thirrje që për shkak që sigurie mu të bu të fusha sportit. Se dojmë ju transferu një burg tjetër. Edhe aty tërshit pastaj pej karaollave, kanë hi edhe në për paviljone që në kondët zbrasta,
edhe kanë gjujt në rresht burgosit gjithë. Ty ka qenë një masakër organizuar pikërisht prej vishtet në ore, prej Miloševićit, e ministrit drejtësisë, punëve të mbrëmshme, gjithë ata me radhë deri te ata që kanë kryer aktin ekzekutor. Për familjen tonë, a ke ditë në sen qyshe në ndje që ti se ke ditë asë ku janë atë që përgojnë? Nuk e kom ditë, deri sa ka fillu NATO e me granatu e kom ditë ku janë. Se kanë komuniku me neve, kem pas vizita. Pastaj ku kanë fillu granatimet e NATO-s, na mos kem pas lidhje me familjarë me kërkon hiq. A e mërzit? Pashiqa, nuk... unë jam koni përcaktum. O do të vrit në luft, o do të pështoj e do të shlirohet vetë. Se kom planifiku sa familjarë vritën, ose kush vritet. Mund të duket film, por jo. Historia e Gim Hulaj nga fshati Hulaj i Deçanit ka të kaluara të vështira. Njëherë procesi i vështirë i shkollimit. Ushtria, burgu dhe lufta janë periudha të cilat Agimi jo vetëm që i ka çdo herë në mendje, por që i duken se ka ndodhur dje. Fëmirin thot se e kishte të vështirë. Në atë kohë, a i tregon se në mungesë të transportit është detyruar që të ecë 6 kilometra për t'i vijuar mësimet. Por, e njëjta situatë nuk ishte për aspektin shpirtëror. Agimi thot se edhe pse kishte një familje të madhe, nuk ka munguar respekti, dashuria dhe harmonia në shtëpi.